Nisma humanitare gatuaj një pjatë më shumë e ndërmarrë prej disa vitesh nga organizata vullnetare e Komendje në Shkodër, është shndruar tashmë në një traditë solidariteti që synon të ndihmojë familjet në nevojë dhe të sjellë ngrohtësi në tyrezat e tyre gjatë ditëve festive. Fal kontributit të dhuruesve dhe angazhimit të vullnetarëve, gjatë kësaj periudhe janë përgatitur dhe shpërndar qindra pako ndihmash, kryesisht ushqimore. Një nisëm e cila është në marrë dhe ka pas shumë sukses në vite sepse a kthyn traditë, jo vetëm për ekon, por a kthyn traditë për qytetarët e Shkodrës, për trit, për fëmijët, për shkollat, i cilët bashkojnë ushqimet e veta, gatuan një pjatë më shumë për familjet nevojë dhe ne i dhurojmë ta familjet që ne kemi evidentuar shpesh. Përveç banorëve të Shkodrës, kësaj nisme janë bashkuar edhe turistë vendas dhe të huaj, duke dhënë kontributin e tyre në këtë akt solidariteti. Ndërgjegjësimi ka qenë shumë i madh ku përveç që janë përfshi aktivistë qytetarë të ndryshëm, por kena pa që këtë vit ka pas një përfshim shumë të madh edhe turistëve ose aty në banorëve të shteteve tjera që jetojnë në qytetin e Shkodrës. Ndihmat po shpërndahen për familje me probleme sociale dhe shëndetësore, si dhe për persona të tjerë në nevojë, ndërkohë që një pjesë e tyre janë destinuar edhe për institucione që ofrojnë shërbime për të moshuarit, jetimët dhe personat me nevoja të veçanta.